Vllaznia Futsal ishte njëri prej 10 më të mirëve të vitit 2025 nga anketa e Shkodra Sport. Jemi me presidentin e këtij ekipi, zotin Fesnik Barbullushi. Zoti Barbullushi, besoj që është gjithmonë kënaqësi, përveç titullit kampion, të merresh edhe vlerësime si më i miri i qytetit të Shkodrës. Patjetër, faleminderit dhe shumë mirë njohës edhe gazetës Shkodra Sport për këtë vlerësim. Kur përveç titujve, përveç trofejve, kur mirënjohja vjen nga qyteti i jat, është gjithmonë një vlerë e shtuar. Unë gjitët i gjithë ekipi, të gjithë ata që kontribuan në fitoren e titullit kampion në skenë mitike të Teatri Mizgjeni, besoj që është një motiv më shumë për të bërë mirë edhe të ardhmen. Patjetër, secili komponent i ekipit tonë, duke filluar te lojtarët, duke marruar tek drejtori, duke kaluar përmes trajnerit, të gjithë kanë meritet e tyre për këtë arritje historike që kemi bërë. Në fakt, ai ishte vështirë, ky titull kampion, sepse ka pas shumë përpjekje prej shumë vitesh për të shpallur kampion Vllaznia Futsal, por vetëm 2025 nuk bë realitet titulli i parë kampion. Është vërtet, janë bërë shumë përpjekje më përpara dhe ndoshta edhe koha na ka favorizuar në një aspekt që kampionati futsal nuk është në atë niveli që ka qenë më përpara. Zhvillojmë një kampionat i cili është i cungum në shumë aspekte për sa i përket ekipeve që marrin pjesë kështu me radhë, por ne si vllazni në këto 3 vjet rinjallje kemi vu synim që të sjellim titullin kampion dhe ja arritëm me mund, sakrificë dhe me kualitet. E lutet finalen ndaj Tiranës, brenda në Tiranë. Patet frikë që edhe këtë herë nuk do të vijë titulli i Shkodrës apo ishit optimist? Në fakt, ne kena një qysh në fillim të sezonit që këtë 2025 kemi qenë ekip cili ishim përgatit për ta sjellë titullin Shkodrës. Këtë na ribindi gjysmëfinalja me Flamurtarin, e cila ishte një ndeshje me shumë cilësi dhe ishim të sigurt që finalja do flite për ne. E ka treguar dhe fusha lojës që nga minuta parë deri në minutën fundit kemi qenë të përqendruar që mos na ikun asnjë gjë mos e lëmë rastësisë. Dhe fituat titullin, por humbet kupën dhe në Shkodër. Me vërtet, ndoshta entuziazmi i të qenurit kampion Shqipënijet menduam se statusi ta sjell kupën në Shkodër, por në fakt duhet luftuar fush. E neglizhuam pak, bravo Flamurtarit sepse ka bërë një ndeshje shumë të mirë, ishte përgatitur që ta merrte kupën, ndoshta edhe si një lloj hakmarrje sportive kundrejt eliminimit në gjysmëfinalet të kampionatit por shpresojmë këtë vit 2026 të sjellim prapë të 2 trofejt në Shkodër. Dhe këto janë synimet e Vllaznia Futsal, fitoria të 2 trofeve kombëtar dhe sigurisht edhe pjesëmarrje sa më dinjitoze në Champions League. Patjetër, çdo vit ne këtë synim kemi. Jemi vllazni dhe nuk him fush për asnjë gjë tjetër përveç se titullit kampion. Jemi munduar që ekipin ta rifreskojmë me elementa të ri dhe ky prapë është një synim i çdo vitshëm që ne rifreskohemi me elementa. Nuk kemi rresht asnjë moment stërvitjet, edhe pas kthimit nga Champions Liga, kemi vazhduar stërvitjet edhe se kampionati akoma nuk ka filluar. Tani po marrim pjesë në Ulqini Open, që është një eksperiencë në vedi për rritjen dhe përfitimin e eksperiencës edhe për elementat e ri. Dhe shpresojmë që kampionatin do ta zhvillojmë ashtu siç e kemi përgatitur dhe ta konfirmojmë titullin kampion. Në fakt, disi e çuditshme mënyra e zhvillimit të kampionatit të futsallit, numri reduktuar, shumë i cunguar i ekipeve pjesëmarrëse, kur shohim që në shoqatat rajonale të qyteteve ndryshme të Shqipërisë ka shumë ekipe, shumë pjesëmarrje, por kur vjen puna te kampionati, numri është shumë i vogël. Duhet bërë diçka për të ndryshuar ndoshta edhe mënyrën e funksionimit? E vërtet, kampionatet rajonale si Kosova, Malizia, Maqedonia kanë nga 10 deri në 12 nga njëherë dhe 20 ekipe në ligën e parë, përveç faktit që kanë edhe liga tjera, kanë edhe kampionate të rish. Ndoshta këtu duhet filluar te kampionatet e trive, te kampionatet rajonale të qyteteve si Shkodra, Tirana, Vlora, Korça kështu me radhë. Interesi si duket është i pakt nga ekipet për të marrë pjesë, ndoshta edhe sepse kjo disiplinë tashmë është harruar deri diku dhe i tërheqin më shumë kampionatet amatore siç janë kampionatet e kalçetove 5x5, 9x9, por mos harrojmë se futsalla është ligë profesionale, është profesioniste pra. Është vetëm një ligë
pallateve të sportit, e cila është e njohur nga UEFA dhe ka kompeticion vetëm nga UEFA për këtë. Kështu që besoj se edhe federatat duhet bëjnë pak më shumë, duke rrit interesin e ekipeve, duke incentivuar ekipet ndoshta, shpenzimet janë një faktor tjetër i cili pengon ekipet për të marrë pjesë, dhe këtë e kam dëgjuar shpesh prej shumë personave që kanë dëshirë, kanë iniciativë, por shpenzimet i pengojnë që të formojnë një ekip futsale. Zotë Barbushi, një pyetje për mënyrën e afrimit tuaj tek ky ekip. Çfarë bindi? Sepse për të marrë përsipër drejtimin e një ekipi edhe nga ana financiare, por edhe nga ana organizative, besoj që do kohën e vet, por do edhe financat e veta. Po tjetër. Me të thënë drejtën, unë që kur e ka marrë Alban Xhaferi presidencën e Vllaznis, jam një person i cili kam nevojë për dhënë edhe unë kontributin tim, sepse mendova dhe mendoj akoma që Vllaznia është në duart e një personi i cili ka vizion, ka durim, vjen prej qytetarisë shkodërane, kështu që univa i thirrun edhe unë për të dhënë kontributin qytetin tim, paçka se aktivitetet e mia dhe jetën time e bëj jashtë Shkodrës, por zemra dhe mendja më rreth në Shkodër, kështu që mendova si t'jap kontributin tim. Dhe presidenti Xhaferi më propozoi që të rinjallim futsallen e Vllaznis. Mu duk një sfidë e cila mund të ishte pa mujtur fillimisht, por me elementet e duhur që u shfaqen në fillimet e tyre, siç ishte profesor Boja Celufaj, po ashtu edhe me mbështetjen e jashtëzakonshme të mikut tim Arben Xhaferi, arritëm të formonim, të rinjallnim ekipin. Bëmë një kampionat dinjitoz, kampionatin e parë, po ashtu edhe të dytin ku e pamë që po rritemi, dhe në të tretin erdhi rezultati që përishim që sollëm titullin. Patjetër, si çdo gjë, si çdo iniciativë, kur vjen nga pasioni, kur vjen nga zemra, do të kushtoj, do ketë shpenzimet e veta patjetër, është një shpenzim i cili paçka se bëhet me shumë sakrificë, i përgjigjet pasionit, i përgjigjet emocionit, i përgjigjet satisfaksionit që merr kur shef personat e cilët do të trokasin pallatin e sportit, kur lufton për ngjyrat e këtij qyteti të cilët janë shumë të rëndësishme për identitetin tonë. Kështu që falemnderoj Zotit që më mundsoi që t'jem edhe unë pjesë e mozaikut të gjithë atyre që kanë kontribuar për këtë ngjyrë. Pasioni është pasion. Dëshira për të përfaqësuar sa më mirë Vllaznin është dëshirë e të gjithëve. Por për të mbajtur një ekip, besoj që ka një pikpyetje të madhe, sepse dakor, të ke dalë një vit kampion, mund dalësh edhe vitin e dytë, por vështirësisht shtohen rruga, sepse sa me ekip pretendent të jesh, besoj as më shumë shtohen edhe shpenzimet. Tjetër, është e vërtet, dhe ne kemi vendosur që një filozofi që në ditën e parë, që ne do ecim një tull çdo vit. Nuk përfshihemi nga emocione që të bëjmë shpenzime të llahtarshme një vit thjesht për të mrit një majë të cilën ja e mritëm edhe me punë, edhe me shpenzime të moderume, të kujdesura mirë. Kemi pas edhe mbështetjen vitin e tretë edhe nga Bashkia e Shkodër, kemi pas mbështetjen edhe nga sponsorat tanë cilët janë bashkëpunëtorë të Vym, dhe unë i falenderoj shumë që na janë gjindë pranë, por kanë besuar tek projekti jonë, kanë besuar te serioziteti i projektit tonë dhe te transparenca e menaxhimit të fondeve të cilat ata shpenzojnë dhe i hedhin për sportin. Kështu që do ecim gjithmonë me kam tokë, do ecim gjithmonë duke bërë kalkulimet tona, sepse nga ana tjetër me tamam që nuk është një biznes i mirëfillt, por ka një analizë ekonomike që bëhet dhe asnjë lek nuk shpenzohet kot. Dhe deri ku mendon Fisnik Barbullushi që do të shkojë Vllaznia futsal? Fatkeqësisht ecuria jonë varet shumë edhe nga ecuria e gjithë kampionatit. Por ne do mundohemi që të bëjmë gjithmonë diferencën duke treguar shembull në menaxhim dhe duke mrit pra nëse ngopemi me titull kampion, patjetër që synimi jonë është të bëjmë sa më shumë hapa në Champions League, ku është një arenë e cila të tregon me tamam vlerën tonë. Po të marrim shembullin për shembull të Prishtinës, e cila sot lët në Elite Round, pra lët në grupet e Champions League-s. Pra është një ekip i cili vjen nga rajoni dhe aty ndrojmë shkojmë, patjetër me punë edhe me mbështetjen e gjithë këtyre faktorëve që sapo përmenda. Zotë Barbushi, faleminderit për këtë intervistë të shkurtër. Shpresojmë që të keni sa më shumë sukses dhe të jeni edhe vitet e ardhshme, edhe fituesi i anketës më të mirëve sportit shkodran. Shumë faleminderit, se shumë mirë njohës edhe ndaj teje.